Megjithatë edhe flamurin që e keti mbrapa, flamurin kombëtar, kjo tregon se keni edhe punë në atë aspektin kulturor kombëtar, sikur se the, keni goxha mirë atje. Me thonë drejtën, këtu në Kristiansand, fatmirësisht, në të njëjtin lokal vepron edhe shoqata Liria, do të shoqata kulturore Liria, që është një shoqatë me shumë se 30 vjet e themeluar këtu, dhe që ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në besati këtu në Kristiansand dhe rrethejnë, ka pas aktivitete dhe një mori të aktiviteteve kombëtare, duke filluar nga shkolla, duke filluar nga organizimet, duke filluar nga shumë aktivitete, si ju të dini do thot me herët edhe para luftës, por edhe gjatë luftës, një rrugë pas luftës, dhe edhe bashkia fetare dhe do të thotë shoqata kulturore Liria, jemi në një lokal, me një shati, dhe natyrisht se ne jemi së bashku dhe ne jemi një. Do thotë s'pari jenë shqiptar, ashtu si nga ka pari Zoti, dhe natyrisht njerëz me besime pastaj dallohen dhe kjo është si personale çdo individi. A na tregon atëre Hoxh Mehdi si është numri antarëve atje dhe nga ritet fetare, bëhet namaz çdo ditë apo ditën e xhumë dhe aktivitetet që e keni pas këtë muaj të Ramazanit, si do këto 20 ditë që ikën tani? Po, Bashkia Kulturore Fetare Shqiptare këtu në Kristiansand është themeluar në vitin 2010 dhe është themeluar natyrisht nga njerëz të Kristiansandit, nga shqiptarët e Kristiansandit, duke studiuar edhe ligjet e shtetit që ja bëjnë të mundur të themeluar një bashki fetare, dhe natyrisht qëllimi kryesor ka qenë që të jetë një fole e gjithë shqiptarëve, do thotë këtu në Kristiansand apo në regionin Agder, dhe unë kam marrë dhe me herët gjatë muajit të Ramazanit për vitin 2010, do thotë këtu në Kristiansand, po vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Prej nëntor të vitit 2021, kam marrë do thotë si hoxh permanent apo i përgjithshëm dhe jam munduar me ato që kanë ditur dhe me ato që ka mundur ta bërë përvojën time që kam punuar për vitin 2003 si kryeimam në Bashkinë Islame në Terenas, dhe natyrisht unë kam përfunduar me dresën dhe fakultetin e teologjisë në Egjipt e magistraturën, do thotë, dhe mundohet ta bërë edhe këtu, do thotë, provojnë qoftë në aspektin fetar, qoftë edhe në aspekt të organizimit të jetës komunitetit këtu në Kristiansand, por besoj që çdo ditë më shumë edhe rëndësoj nga ta edhe ata në unë dhe jemi duke vazhduar. Me të vërtetë kënaqësi e madhe kur dëgjojmë se si funksionon atje dhe aktivitetet që i keni gjithandej. Tash ne kemi pas musafir gati çdo premte prej bashkive ndryshme nga kolegë tu imam edhe nga kryetarët e këtyre bashkësive. Ne kuptuam se kryetari Antoni apo Fatoni. Fatoni është dikun në udhëtim, nuk kishte mundësi për atë të ishte sonte së bashku me ty. Ne e përshëndesim edhe kemi dëshirë pak të dim se për shembull bashkëpunimi në tash megjithëse jeni pak më larg se këto Drameni, Oslo, Østfoldi, këto që janë knena, qysh qëndron bashkëpunimi mes qendrave në jetën kohë dhe normal edhe shoqatave? Unë e kam shqequar, do të intervistat edhe të kolegëve hoxhallarë që keni zhvilluar gjatë këtij muaji të fundit të Ramazanit, ishin jashtëzakonisht domethënë të mirë dhe natyrisht i përshëndes shumë. Dhe ne jemi kolegë, dhe ne jemi pasemar këtu në Norvegji, besoj në shumicë në imamët që janë këtu në Norvegji, dhe natyrisht bashkitë fetare kanë një pavarësi, mund ta quaj kështu, edhe ligjore, mirë, por natyrisht bashkëpunimin mes qendrave kulturore fetare duhet jetë do thotë i ngushtë dhe ne natyrisht si bashki kulturore fetare në Kristiansand kemi qenë kontakt të vazhdueshëm çdo mosune si imam, edhe me qendrën me Sikhin, domethënë me qendrën islame shqiptare
në Norvegji, që është varësia më e vjetër, xhamia më e vjetër do të thotë shqiptare këtu në Norvegji, që kanë bërë një punë jashtëzakonisht madhe dhe natyrisht e lutem Zotin që të shpërblej dhe natyrisht Allahu po më shpërbly për tërë atë punë që kanë bërë, do të thotë për komunitetin shqiptar këtu në Norvegji, mandej edhe Kabrionuzin dhe qendrën do të thotë që ka qenë përpara në Ryen, tash ka ardhur në Oslo. Natyrisht edhe qendrën kulturore që është në Drammen, që njihemi personalisht edhe me hoxhën Faton, një hoxhë shumë i urtë dhe një hoxhë shumë i mirë, dhe natyrisht edhe në Halden. Vërtet, do të thonë, ne jemi kolegë dhe jemi shokë dhe bashkëpunimi çdo herë është duke u forcuar, çdo herë do të kemi kontakte dhe jemi duke planifikuar që të takohemi akoma më shumë dhe të kemi ide dhe organizime së bashku. Faleminderit për këtë fjalë miradije për kolegët tuaj edhe për këto qendrat fetare që shqiptarët mund ta kenë një vend takim, jo vetëm për namaz, po edhe për punë tjera, derisa ne e dim, po që do të shpjegoj edhe më mirë punën e Ramazanit tanit, punën e duave, lutjeve, ibadete që janë bën këtë muaj edhe përshkrimin sadopak ditëve të fundit dhe ditëshin që është goxha me vlerë pra në fenë islame, sidomos të muajin e Ramazanit, në ku janë disa ndodhi që duhet përshkruar dhe duhet i dinë çdo secili. Po sigurisht se Ramazani ngjall ndjenjat edhe më të mëdha të besimtarëve musliman, kudo që janë në botë. Ramazani është një muaj i përkushtimit të muslimanit, është një devotshmëri që besimtari e ka gjatë vitit, sidomos në gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Natyrisht ju, siç edhe potencuat dhe xhallarët më herë kanë sqaruar, mirë po dua të them që agjerimi nuk është thjesht vetëm një ritual që njeriu apo besimtari largohet nga ushqimet e pija apo gjona të cilat e prishin për shkak agjerimin, mirë po është një ngritje shpirtërore e besimtarit që duhet ta ketë, do të thotë gjatë këtij muaji të besimit të Ramazanit. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtari duhet gjithsesi të ndryshojë për të mirë, nëse ka vese të këqija t'i largojë, nëse ka gjëra të cilat i sillen domethënë gjëra negative në përkohë t'i largojë gjithsesi, dhe një urdhër nga i Madhi Zot, pikërisht në ajetin apo në versetin që obligohet besimtari për agjerimin, qëllimi i agjerimit është devotshmëria. Atë nuk është largimi nga ushqimet e tija, mirë po është bashkimi i zemrave dhe solidariteti, do të thotë njerëz të cilët kanë nevojë. Prandaj edhe ne si lider fetare, edhe si besimtar, do të thotë në përgjithësi, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, shtojmë adhurimet, shtojmë ibadetin, shtojmë namazin, sidomos në këto 10 net të fundit të muajit të besimit të Ramazanit, që janë të veçuara në aspektin fetar, nga se në të gjendet edhe nota e madhe e Kadrit, një natë që Zoti i Madhruar e ka përmendur, jo vetëm që e ka përmendur, po një sure prej sureve apo kaptinave që është në Kur'anin Fisnik, është pikërisht kaptina e Kadrit, ku në këtë natë i Madhi Zot ka zbritur Kur'anin Fisnik, dhe Kur'ani Fisnik është një kushtetues, një ligj, një hyjni, një legjislacion i zbritur nga i Madhi Zot për njerëz, dhe natyrisht përmes këtij legjislacioni Zoti Gjeleshanohu na këshillon që të jemi sa më të mirë, të jemi sa më të butë, sa më të afër me njëri tjetrin, sa më të mëshirshëm, sa më solidar, dhe të jemi sa më human dhe të ngjindemi njëri tjetrit, edhe kur jemi në situata të vështira, por edhe në të mira e kështu me radhë. Prandaj gjatë këtyre ditëve të fundit të muajit të besimit të Ramazanit, çdo musliman mundohet që të kontribuojë sadopak në aspektin shpirtëror dhe ta ngrisë vetveten dhe ta adhurojë Zotin e Madhnuar, dhe natyrisht që të kryejë edhe obligime të tjera siç janë edhe viprat apo sadakatul fitri apo duat, lutjet të veçanta që i kryejnë, do të thotë që duhet i kryejë besimtari. Nuk është e thënë që njeriu ta bëjë lutjen vetëm
për çështje fetare, atë kuptimin për shembull që të lutet vetëm për xhenet apo të lutet vetëm për gjana të thotë asaj bote. Besimtari ka këtyre netëve, të ditëve të fundit të muajit të Ramazanit, duhet të lutet edhe për shpirtin e tij, edhe për fëmijët e tij, edhe për familjen e tij, edhe për shoqërinë e tij, farefisin, edhe mbar njerëzimin, domethënë në botë, që të gjejnë qetësi, që të gjejnë domethënë harmoni dhe që të gjejnë bashkëpunim në zërë. Kjo është ajo pra që agjeruesit ta kenë në vëmendje edhe këto janë fjalë që duhet i dim edhe të mësohemi sepse këto kemi nevojë që të dim për shembull se nuk është agjerimi vetëm agjerim, po ka shumë sende tjera që lidhen me ato, edhe mos të bojmë që veç me majt dietë, se dietë mundesh me majt për shembull edhe gjatë jashtë Ramazanit, kështu që ti bojmë dy obligime. Gjithmonë kemi thonë çdo Ramazan, kështu që ta përcjellim ato që duhet. Nëse mundesh e janë në taravi, nëse së mundesh mu falë njone prej 5-ve, është dyqysh nuk po lidhet se ai i kalon 5 vakte, dhe me thonë njone prej aty me mundesh, je i dirë në një kohë, ma mërmenja. Me thot drejtën, çdo gjë në këtë botë varet prej qëllim, apo prej njetë. Dhe njerëz natyrisht ata cilët janë futur në agjerim, dhe agjerojnë, duhet ta kenë qëllimin e pastër, duhet ta kenë qëllimin e mirë, dhe duhet ta kenë qëllimin për shembull të agjerimit. Asesi nuk guxon të ketë njete apo qëllime për shembull të formave të ndryshme. Për shembull, nëse dikush çohet në fytyrë dhe thotë valla unë po çona, mos i çohet gruaja apo çohen fëmia dhe mu po më marrë, më do të më çohet don absolutisht, do të thotë kjo është e papranueshme në fenë islame. Nëse çohesh, duhet të çohesh për hir të Zotit, të agjerosh për hir të Zotit, të jesh do të thotë besimtar për hir të Zotit, dhe njëtin e pastër që duhet ta kesh në zemër. Dhe ajo agjerim do të thonë është edhe i pranuar, edhe i mirë, edhe i begat, edhe me mirësi, edhe i plot, edhe me të gjitha. Nëse ka do të thotë qëllime tjera, atë natyrisht se në aspektin fetar, në aspektin islam, do të thotë është shumë i papranueshëm. Mirë po, unë besoj dhe duhet besoj nga se të thonë drejtën nga vetvete mundohen aty pozitiv dhe të mendoj gjithmonë aspektet pozitive që shumica dërmuesa, mos them 100% njerëzve mos në agjerim, do thotë kanë njëtë dhe qëllimet e mira, nga se për shembull në namaz nëse kryen ajo zgjat 5 minuta, dhe nëse falen për shembull për hatër tonin, atëherë ajo zgjat 5 minuta. Mirë po agjerimi për shembull është 15 orë ose 16 orë. Për këtë i madhi Zot me një hadith apo me një thënie të qudsie, ka thonë që çdo gjë që e bën njeriu në këtë botë, e bën për vete, përveç agjerimit. Agjerimi bëhet për mua dhe unë shpërblej për të. Dhe në xhenet do të jetë një derë që quhet Ar-Rayyan, që në të do të hyjnë vetëm agjerues. Prandaj i nderuar është një mundësi shumë e mirë. Është një derë jashtëzakonisht e hapur nga i madhi Zot për gjithë ata njerëz të cilët vërtet e dojnë mëshirën dhe rahmetin e të madhit Zot në këtë muaj të bekim të Ramazanit. Mirë po natyrisht edhe ata cilët nuk kanë pas mundësi në forma të ndryshme, pa u ndalë do të thotë arsyet, mirë po për ata cilët nuk kanë mundur do të thotë të agjerojnë, natyrisht se edhe ata nëse ka një ndjenjë, domethënë apo një dashuri ndaj agjerimit, ndaj agjeruesve, ndaj njerëzve do thotë që i kryejnë ibadet Zotit, edhe ata kanë një pjesë në emrin e Zotit, një pjesë të mëshirës së rahmetit nga i madhi Allah, nga se mëshira e Zotit është allshpall, do thotë sikur raste të ndryshme, do thotë raste të ndryshme, sikur rasti për shembull të dëshmorit, nuk është njëjtë sikur me ra dëshmor, për shembull në vit e fronit, sikur me ra dëshmor në vra në një vend, do thotë në shtëpi. Janë shkallë, edhe në aspektin e shpërblimit, njeriu për shembull nga i madhi Zot shpërblehet varësisht nga qëllimi, varësisht nga vepra dhe varësisht nga rituali që e kryen. Mirë po rituali absolutisht nuk u dëgjon me u kry sipas dëshirës së njeriu. Dhe ritualet kanë ardhur
nga i madhi Zot që na ka mësuar për shembull se si duhet kryen. Nuk gëzon për shembull media, po ose ai, do thotë të konkludojë, thotë për shembull janë private. Veçanse i madhi Zoti i ka bërë obligim 5 kohë, do thotë të namazit, apo gjërat e tjera. Pra, janë dispozitat të qarta, dispozitat do thotë të mira dhe mbi të gjitha, nëse nuk e zgjata këtu, mbi të gjitha krejt qëllimi, edhe i rituale fetare, edhe do thotë i agjërimit e namazit, edhe i haxhit, shumë i lutjes e kjo, do thotë është që njeriu të jetë, se themi ne, për tokën në këtë botë. Do thotë të jetë i mirë, të jetë pozitiv, të jetë i dashur, të jetë punëtor, të jetoj me hakun e vet, të jetoj me njerëzin e vet, të jetë i dashur ndaj shokut, të jetë i dashur ndaj punëtorit, të jetë i dashur ndaj firmës ku punon, ndaj kompanisë ku edhe me rrogën me kështu me radhë, sicila do thotë është një zinxhir që lidhet edhe gjitha këto do thotë të përbajnë një njeri të mirë dhe një njeri pozitiv. Andër të hoqë për këto sharime shumë të qarta, sa e përket edhe njerë të kjo puna e Ramazanit dhe puna vitrave, zeqatit du t'jipet ashtu ditë e fundit, du t'pritet dita e fundit, dhe me thona para se të kaluan Bajram, edhe do ta kemi Bajramin sot për një ditë, apo këtë vit në realitet, do kemi Bajramin sot nesër një javë i bjen ajo, atë diellën një javë. Natyrisht para Bajramit është një institucion në vete që quhet Sadakatul Fitri, apo si që themi ne në letrove shqiptare vitrat, një institucion financiar që Zoti i Madhruar na ka obliguar si besimtar që ta pastrojmë do thotë agjërimin, si ta pastrojmë agjërimin me vitrat. E pastrojmë në këtë mënyrë nga se secili për neve gabon, edhe nëse është agjërueshëm, edhe unë si hoxh për shembull gaboj, edhe ai si mezin, edhe ai punëtori, edhe ai. Do thotë edhe dhënia e Sadakatul Fitrit është një pastrim, domethënë, i shpirtit të agjëruesit dhe pastrim i agjërimit. Prandaj bashkitë fetare caktojnë një shumë, do thotë, për Sadakatul Fitrin apo për vitrat, varësisht prej vendeve ku janë. Dhe kjo nivelizohet me standardin e jetës ku jetojnë ata besimtarë, nuk guxojnë për shembull të jetë njëjtë në Norvegji, në Kosovë, apo në Shqipëri, apo në Maqedoni, nga se standardi për shembull është më i ulët atje, ndërsa këtu është më i lartë, dhe bashkitë fetare caktojnë do të thotë një shumë ku obligohen besimtarët të japin para faljes së Bajramit. Siç e cekte dhe ju, fatbashkisht viteve të fundit është normalizuar pak kjo çështja e faljes së Bajramit, dhe fatbashkisht po them këto viteve të fundit besoj edhe në këtë vit do të jetë ashtu, të gjithë besimtarët të falin për një ditë. E vërtet edhe ne si hoxhallar në kuptimin imamën e për xhamia nuk ishim të qetë kur lëvizke për shembull Bajramin prej një vend të përmishte shtunën, ndërsa vendin që të diellën, dhe u bën të domethënë një jo problem, po një kopjavitje këtu dhe një hamendje njerëzve, mirë po, elhamdulillah për Zotit, që vitëve të fundit do thotë nuk ka lëvizur dhe këtë Bajram ne e presim të diellën, dhe ne këtu në Kristiansand jemi duke i bë ato përgatitjet, jo vetëm për Bajram, mirë po edhe për natë të Kadrit, nga se në të mërkurën në 26 do thotë mars kemi një iftar të përbashkët që organizojmë çdo vit, do thotë për nderë të muajit, për nderë të natës së Kadrit, dhe ato ftohen të gjithë anëtarët dhe të gjithë besimtarët, do thotë anëtarët e bashkisë kulturore fetare shqiptare këtu në Kristiansand, dhe një numër i madh i tyre, ata cilët do thotë kanë kohë, kanë mundësi me ardhë, kanë dëshirë me ardhë kështu me radhë, do thotë e bëjmë të mërkure. Shpesher kemi thirrur edhe njerëz nga institucionet qoftë komunale, qoftë nga policia, qoftë nga institucionet të tjera
kulturore të kristiansanit, qoftë norvegjez apo të tjerë, dhe kemi qenë shumë të lumtur dhe natyrisht Bajramin e presim të dielën me kënaqësi, nëse të Zoti dhe na jep jetë. Dhe Bajrami është një manifestim dhe më shumë një kremtim i fesës, ku muslimani duhet të reflekton dashuri, reflekton respekt, reflekton dashamirësi, reflekton pozitivitet, reflekton çdo të mirë. Ai i cili mendon dhe vepron ndryshe nuk është një besimtar i mirë. Ai i cili mendon gjërat negative, qoftë për muslimanët apo qoftë për të tjerët, ai duhet ta kontrollojë vetveten, ai duhet ta analizojë vetveten, nga se feja është një dritë e mëshirës që ka nga i Madhi Zot, dhe atë dritë e kemi obligim ta përcjellim të njerëz me dashamirësi, me butësi, me mirësi, ata të cilët e pranojnë, në rregull, ata të cilët nuk e pranojnë, ne jemi i japim respekt dhe ata kanë i bashkuar me jetën e tyre, punën e tyre, fenë e tyre, ne tonën, dhe mirë po bashkëpunimi duhet jetë gjithmonë. Në fatëbarësisht, unë jam shumë aktiv pak nëse softë sistemin e mu livdu, po jam kogja aktive me organizatat dhe institucionet qoftë komunale, qoftë organizatat të ndryshme nga India, nga komuna, nga Rrugë Kursi, nga Blok Kursi dhe shumë organizata që veprojnë domethënë këtu, banë verën e kështu me radhë, domethënë ku përfaqësoj me kënaqësi parsinë kulturore fetare shqiptare në Kristiansand, dhe mundohuna do të thotë që ta përfaqësoj edhe anën kombëtare, nga se ne shqiptarët nuk jemi musliman para 10 vite apo 20 vite, një po jemi shumë më herët, dhe natyrisht i kemi edhe traditat tona që duhet i ruajmë me një xhelozi shumë të madhe dhe me një krenari shumë të madhe. Nuk guxojmë asesi që t'i harrojmë anën kombëtare, dhe nëse harrojmë anën kombëtare, atëherë harrojmë edhe një dëshirë të Zotit. E pse e them këtë, nga se Zoti ka deshur dhe më ka falë do të shqiptar, në pasdasht mund të shpalë norvegjez, apo një shpalë amerikan, apo afrikan, mirë po ka dashur më Zotë më ka falë, dhe natyrisht që ne jemi dhe duhet jemi krenar, dhe t'i përcjellemi këtë krenari edhe të gjernatat të tashme, të fëmijët tanë, të rinia jonë, shumë e dashur dhe shumë e mirë, aq sa mundemi dhe kemi mundësi. Nofsh, hoqë, se me të vërtet, kjo është ajo e vërteta, edhe ajo që duhet, pra të jemi edhe krenar, edhe ta mërojmë edhe ta kemi gjithmonë parasysh. Ne bisedua me disa kolegë jave të kalume, edhe si që biseduam ashtu, çdo Ramazan, do të thonë, na vinë musafirt nga trojet tona shqiptare, po edhe nga vendet tjera të Evropës dhe të botës, gjatë muajit Ramazanit, secila qendër e ka një musafira 2-3. E tash ne e bëm një propozim, për shembull, me nisë jo vetëm për Ramazan, po edhe gjatë muajve tjerë. Për shembull, ju që jeni imamat në vende ndryshme, me nisë ka pak me dal, mundru pak, për shembull me ardh ju te na, Berati me shku për shembull te ju, Sabria me shku në Dramen, me bon një rokat, për shembull që mu njoftu njerëz me juve, se nuk jeni 20 a 30, po jeni një 4-5. Për shembull, qysh kishte qenë kjo një ide? Ide, me thot drejtën, ide brillante dhe ide shumë e mirë, ide që mund të realizohet pa kurfar problemi, një ide që na bashkon, do thot gjithve. Unë natyrisht në Kristiansand edhe fizikisht jemi pak më larg prej qendrave që janë, do thot, aty në Oslo, apo në Drammen, apo në Halden, që janë apo Strasbourg, që janë do thot më afër dhe më ngat njëri me tjetrin, mirë po natyrisht që ne jo vetëm gjatë muajit bekum të Ramazanit, mirë po kjo duhet do thot të bëhet edhe gjatë tërë vitit. Unë kam shërbyer disa herë me disa muaj, do thot si imam edhe në Zvicër, sidomos në Lucern, në Lozan,
pastaj edhe në Gjermani, në Stuttgart, në Mannheim, edhe atje është një kulturë e tillë, apo një praktikë e tillë që imamat do të thotë ndrohen, jo pse thu diçka, do të thotë unë tham diçka më të mençur se sa Berat Efendiun që e keni do të thotë në Oslo, apo se Sabrio, apo të tjerët. Mirë po, vetë dallimi do të thotë i ligjërates, vetë qasja se qysh i qaset një imam do të thotë ligjërates ndryshon nga imami tjetër. Prandaj kjo është jashtëzakonisht e mirë se ardhur dhe unë shumë besoj që shpejti do të kemi edhe takime edhe që kemi pas vitin e kaluar, kemi pas disa takime do të thotë dhe jemi funit që jemi takuar ka qenë edhe në Çiksh, po edhe në Dramen dhe besoj që një tarm shumë të afërt do ta kemi edhe një projekt të tillë. Ne në Kristiansand gjithmonë kemi qenë të hapur dhe jemi edhe sot, po personalisht edhe unë si imam ndoshta pak më larg se sa ata imam tjerë që janë afër ato, mirë po ato ku mundem dhe ke mundësi, siç ke rasti hapjes së xhamisë, do thotë të re në Oslo, unë vetëm për atë punë erdha në xhami dhe si kam përfundu për urimin më njëherë kam marrë autobusin dhe jam kthyer në Kristiansand, do të thotë vetëm për atë punë kam marrë dhe unë kam ndjen vetëm shumë të lumtur që komuniteti atje kanë mundur të hapin për shembull një xhami të dytë të madhe dhe një fole, po thamë edhe një bashkim i shqiptarëve dhe natyrisht që kjo është ide shumë e mirë dhe e realizueshme dhe besoj në emrin e Zotit që kjo do të realizohet dhe natyrisht që edhe kryetarët e qendrave do të japin leje për një gjë. Hoxh Mehdi, atë një pyetje tjetër sa i përket punës së integrimit të shoqërisë tonë shqiptare këtu në rrugë dhe mbrojtjes së identitetit tonë kombëtar. Si mund të themi kështu shqiptarët ta ruajnë identitetin e tyre fetar dhe kombëtar në një shoqëri sikurse është kjo norvegjeze? Jemi me një shtet shumë evropian, është shtet modest, modern në realitet, edhe pse nuk është në Europë, në në Union, por është mjaft shtet bashkëkohor, mjaft modern. Unë mendoj që integrimi i shqiptarëve aq sa kam pa, mirë po ju në këtë aspekt dini shumë më mirë sa unë, nga se jetoni për çdo ditë me komunitetin shqiptar, vetëm edhe jetoni gjatë, do të thotë keni jetuar gjatë në Norvegji dhe besoj që të kush e njehni më mirë se sa unë, mirë po jap si mendim që unë për vete mendoj që duhet të gjashtohen, do të thotë aspekti fetar, aspekti kulturor dhe aspekti kulturor i shtetit ku jeton. Nuk guxon të izolohesh për shkak në kuptimin që të jetosh i vetëm larg nga puna dhe jeta e përditshme, do të thotë në Norvegji, duhet të jenë aktiv shqiptarët, sidomos rinia, dhe atë po e dojnë një pjesë e madhe tyne me sa dëgjojnë, do të thotë janë jo vetëm të integruar, po janë të integruar edhe në sistem, një gjë që dallon për integrimit të gjeneratës së parë apo gjeneratës së dytë. Do ta kem parasysh se gjenerata e parë ka pas jashtëzakonisht vështirësi, ne mund të vlasim shumë lehtë tash, të themi jo kështu, mirë po kanë qenë situata të vështira, situata para luftës, situata të luftës, situata që nuk ke ditë po ke familje, situata që është dashur me punu pak edhe me dërgu të kolla për shembull në Kosovë, të ndihmoj diku e kështu me radhë, dhe ajo fazë ka kaluar. Gjenerata e dytë, unë e shoh në çdo qytet, do të thotë ku jetojnë shqiptarët, janë të integruar edhe në sistem, do të thotë janë të integruar në mjeksi, janë të integruar në komunë, në shtet, në institucione, në shkolla, kemi profesor, kemi për shembull këtu në Kristiansand, vetëm në Kristiansand, për shembull, edhe pse është një shtet i vogël për dallim të Oslo, kemi profesor asistent, për shembull në Universitetin Agder në Kristiansand, siç është profesor Abid Hoxha,
mandej kemi edhe profilet të ndryshme, kemi profesorë të shkollëve të mesme, e kështu me radhë. Prandaj, gjershëtimi i asaj që ta respektosh dhe ta mbash për shembull në aspektin fetar islam ashtu siç duhet, nuk e pengon integrimin e personit edhe në integrimin në sistemin norvegjez. Prandaj, askush mendoj nuk guxon të frigohet me këtë pikë dhe thotë që nëse unë kushtimisht po tham, nëse unë falna, nuk të integrohem. Jo, ti mund të falesh për shembull, ti ta kry namazin edhe ta vazhdosh punën ku je, për shembull si mjek apo si avokat apo si person që punon për shembull në komunë apo kështu me radhë. Do thotë, ki mundësi shumë me i gërshëtu këto dy gjëra. Mirë po, një gjë që mendoj nuk guxojmë të harrojmë, janë gjeneratat e ardhshme, nga se të ndëruar fatikisht që jeni aty, stafi i radiolinjës, mendoj që për ne gjeneratën time dhe tuaj është do thotë nuk ka mundësi që njeriu të ketë asimilim, nga se ne jemi të pjekur edhe të rritur. Mirë po, gjeneratët e reja gjithmonë duhet ja natyrisht duhet të flasim shqip, duhet të kujtojmë, domethënë, apo të shpjegojmë fëmijëve tonë historinë e popullit shqiptar në për masa të shkurtër. Ashtu për shembull në mësim besim, që kam unë me fëmijë këtu, do thotë nëse kam një orë për shembull, diku 20 minuta, ja kushtoj aspektet kombëtar, qoftë tregoj të fëmijëve historinë e Shqipërisë, historinë e Kosovës, do thotë në aspektin elementar, jo të thellë. Apo ja sqaroj kalat e shqiptarisë ku janë, sqaroj për shembull kufit ku jetojnë shqiptar, shumë gjëra tjera të cilat janë shumë porashtar, do thotë edhe me ditë. Mirë po këtë kemi obligim, do thotë edhe ne si prind, do thotë që t'ja mësojmë. Nëse prind janë shkalojnë të gjëra dhe janë neglizhent, atë natyrisht se fajin e kanë ata e jo fëmijë. Hoxh, i nderuar, edhe një pyetje për fund, vlerësojmë shumë dhe çmojmë mundin tuaj që e bënin këtë muaj të Ramazanit, derisa keni pasur teravin pak më herët. Kështu që një pyetje për fund, cili do të jetë mesazhi juaj për shqiptarët që kanë mund ta humbin rrugën e tyre apo lidhjen me fenë edhe me kombin? Unë si imam natyrisht i thras të gjithë besimtarët dhe të gjithë shqiptarët kudo që jenë, të jenë sa më afër njëri me tjetrin. Muaji i Ramazanit për ata që janë besimtarë është një reflektim i fuqishëm në aspektin pozitiv, dhe ata që e kryejnë këtë obligim kanë shpërblimin nga i Madhi Zot, dhe këtë do ta kenë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Por në përgjithësi si shqiptar, natyrisht se mesazhi më i fortë dhe më i madh nga ne edhe nga unë personalisht është bashkimi me njëri tjetrin, dashnia ndaj njëri tjetrit, ndeja me njëri tjetrin, respekti ndaj njëri tjetrit, nga se nëse ne respektojmë njëri tjetrin, atë natyrisht se edhe të tjerët në respektojnë. Nëse ne nuk e respektojmë njëri tjetrin, nuk respektojmë institucionet to që i kemë, organizatat, shoqatat, parësit fetare, qoftë kulturore, qoftë fetare, atëherë natyrisht se vetëm shkojmë ka devijimi. Prandaj, gjithmonë duhet të jemi solidar ndaj njëri tjetrit, gjithmonë duhet të jemi të bashkuar ndaj njëri tjetrit. Ky është qëllimi edhe kombëtari yni, ky është qëllimi edhe fetari yni, ky është qëllimi edhe i muajit bekum të Ramazanit, ky është qëllimi edhe i festës së Bajramit që po vjen, edhe kësaj nate të madhe që është duke ardhur në këtë merat. Prandaj, nuk guxojmë asesi që i harrojmë dy gjëra. Aspektin e gjakut, aspektin kombëtar, aspektin e këtij flamuri që e kam brapa, kuçi vezi, një simbol që gjithmonë na ka prirë përpara dhe përmes tij kemi dalë gjithmonë faqe bardhë. Dhe asnjëherë ne si shqiptar nuk guxojmë, do thotë të harrojmë
por kemi obligim që t'i përcjellim në gjeneratat e reja. Po edhe në aspektin fetar, feja islame është një fe jashtëzakonisht në të gjitha aktorët e jetës, është një fe brillante, është një fe e madhe, është me dimensione shumë të gjëra, vetëm ai i cili nuk e kupton. Çdo ritual fetar ka kuptimin e plot të vetin dhe ai kuptim është që e besimtarit të jetë sa më modest, sa më pozitiv, të ketë sa më shumë mirësi dhe begati për veten, për familjen, për shoqërinë, për komunitetin, për vendin ku jeton dhe për tërë njerëzimin, në përgjithësi. Spaku të bëj lutje, të bëj dua, mos në këto 10 minutët e funit të bekim të Ramazanit, që Muhamedi a.s. paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, thotë 3 njerëzve nuk i kthehet duaja mbrapsht. Është personi i cili është i agjërueshëm, nuk i kthehet duaja mbrapa. Një njeri i cili është në udhtim, mirë edhe një njeri i cili ju ka bërë zullum apo dhunë. Prandaj ne që jemi agjërueshëm gjatë këtyre ditëve, çdo dua që e bëjmë apo e bëjnë besimtarët, natyrisht që inshallah lutim Zotin që t'ja pranoj dhe lutim Zotin gjithë ata njerëz të cilët vujnë për ndonjë smundje, i shëron i madhi Zot apo t'ja u lehtëson dhimbjet, e lutim Zotin e madhruar që shqiptarët kudo që jenë mirë, të jenë rahat. Elhamdulillah te Zotit që edhe situata në vendet tona kanë ndryshuar jashtëzakonisht për të mirë. Të gjithë kemi shtete, kemi qenë me herët në situata jashtëzakonisht të rënda, të cilat siç e dimë ne të gjithë, mirë po vlerën duhet t'ja dimë secilit. Jo vetëm një personit që është tash, mirë po secilit edhe me herët, secili person e ka meritën e vet dhe nuk guxojmë të anashkalojmë dhe të nënçmojmë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi me të vërtet të dëgjojmë edhe këto shpjegime të bukura. Ne të falenderojmë me të vërtet shumë që gjete kohë pas një dite bukur të madhe me punë shumë, sidomos e premte, me taravije gjitha ato, edhe ma merr mendja që këto ditë e fundit do të kalojnë shumë bukur, shumë lehtë, edhe me siguri se do të shihemi edhe herave tjera, me siguri këtu në studio, që vjen koha ka dalë që me Edin ta kemi edhe në studio këtu që të bashkëbisedojmë. Të faleminderit shumë me tush. Palush edhe nga ana ime duhet ta përshëndes vetëm Edin atje si imam i asaj qendre ku është në Kristiansand, xhamatin e tyre, bashkëkombasit tanë atje që janë, edhe ju uroj që t'i kalojnë si është më së miri këto ditë e fundit të agjërimit, ta kenë agjërimin e lehtë dhe të pranuar nga i Madh Zot me gjitha ibadetet e lutjet që bëjnë për këto ditë të mëdha, për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Ta festojnë se është më së miri edhe festën e Bajramit, e miru pafshim takimet e radhës, ku do të na bashkon ndoshta një organizim që do ta bëjmë së bashku edhe me xhallar, edhe me ata që i prinë shoqatës Liria apo dhe shoqata tjera kulturore që kemi rreth e përçak të Norvegjisë. Kënaqësia ishte ime, ju staf i nderuar dhe jashtëzakonshëm që po bëni një punë të jashtëzakonshme këtu në Norvegji, gjë që e çmuam jashtëzakonisht shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Përshëndes çdo dëgjues dhe çdo shqiptar kudo që janë, i dëshiroj shëndet dhe çdo të mirë juve dhe tërë stafit që keni Radio Rilinja, një radio shumë e madhe me një vlerë jashtëzakonisht të madhe dhe Allah ju shpërblet për punën që bëni ju, por edhe qendra fetare dhe shkolla shqipe dhe gjithë ato institucione që jeni në. Faleminderit shumë. Faleminderit.